A ju si xhamat hini mesela shumë thella, edhe mendojni se mundni më dhon kapakin edhe. Hiç me Allah mos u merr me këtë punë. Sa është përgjegjësia jote? Pse i ras hund më nisen që Allahu stalip? Që nuk është përgjegjësia jote. E jotja është një sen, ta zgjedhësh një hosh që ta kënaqësh zemrën, kush do koftoj? Kush do koftoj? Nuk e para përcaktoj. Që ta kënaqësh zemrën, zgjedhë për hosh tonë. Me e them ti edhe shtoj ibadetin. Po shtoj ibadetin. Se me ibadet shkon te Allahu dhul xhelal, jo me debat me polemika. Me ibadet shkon te Allahu. Edhe ai ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabijut, ka thonë ka dalë në shtëpi duke qajt. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë haja Rasulullah. Ka thonë kesh 2 minutë shtëpia jeme. Imi ndonjë kur merr malli vit qof. E hekim mallin. Ama tash ti ki me vdekë dhe unë kam me vdekë. Ti në Firdaus, unë Allah alem ku, shiko. Unë ku me di se ku. Se dikush për neve mendon se në Firdaus e ka siguru, tjertë në Sërnisht. Tha ti në Firdaus, a unë ku me di se ku. Kur të merë malli atër, që shka me të fa? Edhe nis me kajtë. Pra mund të qëfar gajle sabet, se ka thonë filoni, ka thonë faloni, a i ke. Ja bes janë këtë muhabet e burash vëllazni. Na i mytën zemrat të muhabet, na i mytën zemrat. Filoni këtu ka gabu filoni, lene be këtë muhabet, po është zotin. Pësë është punë e juve, punë e ulemave është ajo. O gjallarve, le ti zgjidhin këto probleme atë. Ti këshire zemrën tonë, këshire ibadetin tanë. E shkejta pejgamberi alajhissalam. Do dënë me mritë une? Tha ajnë ala nefsike bi kethet e sujud, tha një muaj vetën tonë me shumë sejdë, se sejdë që qënë të nartë. Bën ibadet. Natën, ditën, ku të mush, në format e ndryshme, alhamdulillah ibadet janë të lloj-llojshme, për mos më mërzit. Edhe kime mritë Allahu dhul xhelal. Tjeni të bindur Allahni që majnë e men, inshallah kena mu taku në xhenet, edhe kena me kujtu këtë muhabet. Majnë e men, kur të him xhenet me rahmetin Allahu dhul xhelal me punët tona, inshallah taala. Kena me po se ata pineve që kanë bëj ibadet, e s'kanë bëj muhabet, kanë shku shumë naltë. Edhe kur i kthejnë kryt e poshtë të mas, këtë shohin vllazni që rresin gjokë se din shumë, e gjatë natën gjithë një muhabet të bo, kanë me shumë poshtë. Për 2 arsye. E para, se të bo muhabet s'kanë mund me bo ibadet. E para. E dyta, të bo muhabet kanë bo gibet e i kanë gjekë se vapet e veta. Kjo është realiteti. Është shumë zamet e di una, se këtë imi njerëzna. Ama që ati luftati me nefsin tanë. Që ati, vallaj, është një libër i Dr. Ahmed Feridit, hafidhahullahu ta'ala, pastrimi i shpirtit. E kemi përkthy në ata është botu. Edhe e këmbone në hyjme kom shkujt. Se cili hoqë me gjematin e vetë me marrë me lezu. Edhe se cili Allah me marrë me lezu. Jo një herë, po 10 herë. Edhe mundu që ato që janë të mi praktiku. Kur që më shumë? Mjafton për zemrën e ti. Mjafton për udhtimin e ti të Allahu dhul xhelal. Mjafton me mri ku je nis me shku. Edhe shef se ku të miresh me kësi punë me ibadete, s'ki vakt, se nuk shkon menja ai, nuk shkon menja ti më marr, se gjunahi e sjell gjunahin, sikur se ka thënë Ibn Kaimi, gjunahi e sjell gjunahin. Sikur se ka thënë jaza'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Shpërblimi i të keqë është e keqja më saj. Shkon zinxhira.